Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku ditën e sotme, sot në këtë ditë të diel për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit dhe më interesante në fakt që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndalojmë tek Jozi dhe te Loredana. Jozi dhe Loredana ditën e djeshme kanë filluar të shfaqin shumë dashuri dhe shumë puthje për qafime. Menjëherë pas takimit me nënën e Lorit, që Jozi bëri një super show, duke i thënë ato fjalët në mënyrë qesharake, jo për të keq kuptuar, Lori filloi që të afrohet shumë me Jozin, filluan të kenë shumë dashuri, filluan të kenë shumë përqafime dhe filluan të joshen mes njëri tjetrit. Nata e mbrëmshme ka qenë me përqafime, duke ju hudhur Lori Jozit në krah, do me thënë ajo e do shumë Jozin dhe është shumë e lumtur në dashurinë e Jozit, ndërsa edhe Jozi ditën e sotme ka nisur po ashtu me puthje, me përqafime, me ledhatime. Tani, ajo që në fakt ne mundemi të dyshojmë në këtë mes është që në qoftë se kjo është një dashuri e vërtet, apo në qoftë se kjo është një lloj informacioni nga jashtë ku Jozi ka arritur të kupton nga duar trokitjet që ka dëgjuar dhe mendime të ndryshme që mund të jap në raport me lidhjen mes Loredanës edhe vetes së tij dhe mendon që në qoftë se unë do ta kem këtë lidhje, unë do të vazhdoj përpara, apo vërtet është një ndjesi dhe një dashuri që Jozi e ka brenda në zemrën e tij për të vazhduar sa më drejt. Mesazhi i nënës së Loredanës për lidhjen, për dashurinë, duke e ditur Jozi që prindërit e Loredanës edhe kanë dëgjuar lajmin e homoseksualitetit të mundshëm të Jozit, do me thënë dyshime shumë të mëdha në këtë raport, por Jozi vazhdoi i fuqishëm edhe mbrëm me shumë dashuri e kishte në krah Loredanën dhe po manifestonin rikthimin e tyre. Si mendoni ju? Është një dashuri e vërtet kjo e Jozit edhe Loredanës apo bëhet vetëm për klikime dhe për lojë nga ana e të dy palëve?